Murati s'muni ta vazhdonte më gjatë atë mizëri kundër vetvetes, gjithë që luftimet ia pat filluar me vendosmëri më kokëngjeshur. Prandaj, pasi e ndërpreu betejën, u kthye si rrëmbyer nga tërbimi, ranë kime në kamp dhe atje ngjeli gjithë ditën duke shpulur me duar e me rrëmbim mjekrën prej plaku, derisa më në fund ngriti sytë në qiell dhe u qa. I prapi kundër perëndive të veta, që ja ruajtën thinjat për atë zi e turp, kështu që e gjithë jeta e tij e mëparshme, edhe emri Otoman, po mbuloheshin me atë farë shëmtimi, nga dhe një qytet e humbur e Epirit, po atzinte veprat trimërore, që kishte bërë për sa e sa vjet. Populatët dhe të tjerët, që qëndronin fare afër, po e ngushëllonin me fjalë të ndryshme dhe po i sillnin më kot me zemrën e pikthuar shumë shembuj të vjetër e të rinj, fatkeqësisë së mbretërve të jashtëm, e nesër me plaku, sado që me turp, jo mjaft i shëndosh, sepse ajo hidhëri aq e madhe e kishte tretur për të tërë, caktoi një mbledhje me satrap, cilët thonë se ishin 4, 2 pash, i Rumanis dhe Jazis, dhe 2 që i quajnë këshilltarët, dhe u këshillua gjatë me ta, për fatin e gjithë luftës. Mbledhja u nda në 3 mendime. Njëri që të vazhdoi rrethimi i kryesit dhe të kaloi dimri atje, ndërsa uria e pambaruar t'i dëmtonte krejt njerëzit dhe t'i bënte të pazot për luftë. Tjetri këshillonte, pasi të linin kryen, të ndiqnin Skënderben, të tërë ushtrin, kështu që po të mos mund të kapej me luftë, të mund të rrëdhojë më në fund në ikje, sipër, në ndonjë vend, dhe të vdiste atje nga uria. I fundit, pasi thoshte se nuk duhej ta zgjasnin më me atë turp, as ta humbisnin në ushtrin për inat, sepse mjaftonte me gjithë provatjet që kishin bërë dhe gjithë fatkeqësitë që kishin pësuar. Përfundonte se duheshin dërguar tek ai, të deleguar për të caktuar në një farë mënyrë tributar të Otomanit, po të pranonte kushtin që do të vinin. Nuk i kërkuar të paguante 10.000 monedari për çdo vit. Ky mendim që duke më i sigurt, u pranua për arsye se Murati i quante një fitore mjaft të madhe, sikur t'ia vinte me këtë mënyrë zgjedhjen armikut, para se të largohej nga Epiri dhe ta bënte vendin një krajim tributar të tij. Përkundrazi, dimin që rrethimi të vazhdonte, nuk e pranoi për arsye se merret parasysh. Se pari vështirësia e shumë të dimrit, jo që u sillte më mërzi, por shumë rrethonjësve se sa të rrethuarve. Pastaj mungesën e ushqimeve, për të mbajtur gjithë ato mizeri për një kohë aq të gjatë, çka është më e madhja, shpërthimet dhe sulmet e paprera të armiqve kundër kampit. Gjithashtu, okupa e udhës, se duhet humbur kohë duke ndjekur Skënderben në për malet e periodet, sepse edhe frika e rrezikut, e këtë mënyrë ishte shumë e madhe. Për këtë arsye, u zgjodh për detyrë në fjalë një burr me shumë autoritet, i cili e kishte emrin Yusuf. Por plaku, duke patur frikë se sasia tepër e madhe e parave do të përbuzej ndoshta nga Epioti, dhe porositë të dërguarin që në rast se kundërshtari nuk do të pranonte, i shtroje një tributi aq të madh, ta zbriste atë vetëm gjerë në 5.000. Mbetej akoma një vështirësi, puna që s'dihej me siguri, se ku do ta kishte ngritur Skënderbeu kampin e vet, e se sado që të deleguarit ishin të paprekshëm. Nuk ishte parezigje të endeshin në për atë vend, për ta kërkuar në një pasiguri të tillë, kur gjithçka digjej në zjarr të luftës, por Tirani e shliruar nga ky disa dibrak, të cilëve do t'u falej liria po ta shpinin babarin shëndosh Emir te Kastriot. Ata pasi u liruan nga prangat, u në krye dhe po hiqnin rrugën, të gëzuar përpara barbarit për në kamp, se pari ta shkuan në mal të Tumenishtit, por meqense gjetën atje Skënderben, e morën për në brigjet detare të lumit ishe. Por asa atje se gjetën, sepse ai ishte ngritur nga ndi asaj najte dhe i kishin shpënë stermet në fushën që e quajnë të kuqe. Prandaj dibranët do marrën vesh këtë ka disa banorë të vendit, u larguan sa ndemi pa vonesë dhe arritën atje për më pak se një orë. Përpara se të hynin në kamp, njëri prej udhëheqësve, pasi la jo larg deleguarin me shok, poi për të Skënderbeu, me qëllim që ta dinte vullnetin e tij. A do të jepte të dërguarit mbetror mundësinë që të afrohej.